Edhe unë mendoj që ka shumë operator në treg ta mujnë me zgjedhë ndërmjet operatorëve, po tashti çdo çmim e ka një sasi të spekulimit mrena, sepse kërkush nuk hin biznes me investu nëse nuk e ka një sasi të fitimit. Problemi është, nëse ti ki dyshim si autoritet i konkurencës, që këta kanë marrëveshjet në sheft, ti ki mekanizmat zëtni. Për shembull, i ki edhe mrena Bashkimit Evropian. Mekanizmat, cilat nëse ata dyshojnë për marrëveshjet në sheft, unë ju marrë edhe me këto probleme, me projekte caktuar, jo veç mi këshyrë kështu pi jashtit, po i kom studiu, realisht. Dhe atëherë ti i ki, po thuj se e ka rolin sukurse të policisë. Nëse ti ki dyshime, po nëse s'ki dyshime për to, atëherë tregu e vetë rregullon këto. Po kthehemi te nafta. Pajtona ma atë pjesën, 30% e transportit kalon përmes atij kanali. Edhe nëse kjo luftë vazhdon edhe qysh po shifet, nuk është as sereni munal, nuk është as sereni munal. Irani nuk është një produs i madh i naftës, edhe mrena OPEC-ut e ka veç... Katërti botë është Irani. Jo, mrena OPEC-ut është i treti ose i katërti. Po nuk është 3% e prodhimit botnor e përfaqëson Irani. Mirë, po aj kanal, që e përmendi kolegu, aj është i rëndësishëm. Nëse aj kanal bllokohet, 30% e transportit botnor kalon në për atë kanal. Që do të thotë se oferta bjen, çmimi rritet. Po tash kthehemi këto. OPEC-u nuk e ka atë fuqinë që e ka pas në vitet e 70-80. Ku ky kartel, pra qendrën e ka pas në Vjenë, edhe këta kanë dalë, kanë thonë, për shembull, na ulëm prodhimin, edhe çmimi u rrit. Me zbulimin e burimeve tjera të naftës në për vende tjera, fuqia këtij ul. Mirë, po tash e kemi OPEC+. I kemi edhe vende tjera, ku përfshihet Rusia, ku përfshihet Meksika, ku përfshihen edhe këto vende tjera, cilat shkojnë në një lindë me këto vendet e OPEC-ut. Prandaj, sot nuk e ka atë efekt sikurse që ka pas në vitet 70, 80, 90, për arsye se struktura e ekonomisë botnore ka ndryshu. Sot janë 80-90% e ekonomisë, GDP-s një vendi e përbën sektori shërbimeve. E shumë ma pak sektori i prodhimtarisë, vetëm 10%. Për këtë arsye nuk e ka atë efekt fort, sikurse... Ama mund në thuash pse luftrat prekin direkt naftën si produkt. Kudo që ndodh një luftë, edhe nëse ai shtet nuk është prodhues me konsiderat lartë brenda OPEC-ut, gjithsesi lëviz çmimi i naftës, pse goditet ky produkt fillimisht? Për me kuptu ato, duhet me kuptu tregu që funksionon mbrana. Kjo është treg shumë likuid. Për këtë arsye ka ajo që thirret oscilime shumë të mëdha, se mënyra e tregtimit që zhbohet në to, mundson, ekzistojnë instrumente lehtësuese, futures, swaps, derivative financiare që e lehtësojnë tregtimin. Edhe për këtë arsye ky ka lëvizshmëri shumë të madhe, në krahasim me tregun e patundshmërive ose tregjet e tjera. Mirë po, për shembull na patëm goditjet një pas njëshme. Për shembull ti e pate luftën në Ukrainë, ku problem ka qenë çmimi i gazit, nuk kam qenë atë kohë në Evropë, edhe e di sa problem ka kriju gazi për vendet e Bashkimit Evropian. Ka qenë shumë problematike, se gazi nuk përdoret atje vetëm për nxemje, që shë perceptohet e na. Gazi është elementi kryesor i industrive. Edhe zhvendosja drejt gazit LNG, edhe gazit norvegjez. Me të rritë çmimi i gazit atje, a është çmimi i gjithë produkteve? Rritet se ka aftësi, domethënë panika i krijon çto. Panika i krijon këto, edhe tash operatorët çrregullojnë, çdo kush vepron sipas kapaciteteve që i ka vetë, edhe oferton, dikush mund me qitë edhe çmimin e naftës 200 euro, po s'ja blen kërkush. Apo? Prandaj, këtu ka, unë nuk mendoj që ka... Ja, bon se veç se... është një temë shumë e fortë. Dua ta kundërshtoj atë që pse veç pak. Shkurt pastaj do t'i bëjmë. Pse largimi të TVSH-s është i duari, sidomos në një shtet ku s'mundet me kontrollu një treg të caktuar, siç është, po e themi, naftën. Inderumi shumë mire potencoj faktin që, mundet me pas ndonjë marrëveshje të heshtur ose ndonjë kartel mes furnitorëve ose bizneseve të caktuara. Kemi mekanizma kontrollues, kemi inspektoratin e tregut, kemi autoritetin e konkurrencës dhe kështu me radhë. Dhe sa është i fuqishëm ai inspektorat? Por, nëse heq
Po nuk arrin ta kontrollojë. Largimi të TVSH-s për me mbrojtë qytetarin është mënyra më e mirë dhe më ligjore dhe më kushtetuese që mundet me ndodhë. Kjo qeveria aktuale, shif çfarë bëri? Bëri një ligj antikushtetues, i cili deshti të vendos tavan çmimet e produkteve bazë ushqimore. U anku, kam qenë një ndër ata që kam punuar me... Jo, nuk e bëjnë. Jo në një ekonomi të shregut. Jo në një ekonomi të shregut. Për atë kushtetutja jonë erzoj. E tha, kushtetutja jonë tha... Qa ka lidhje që ka zhu? E ki shkelje kushtetuse. Ky ligj nuk bën. Edhe s'bën. Edhe sepse tregu, oferta dhe kërkesa e caktojnë çmimin. Vetëm në këtë mënyrë rregullohet edhe konkurenca dhe ulen çmimet dhe rregullohet cilësia e... A keni kërku ndonjëherë nga cilat do qoftë qeveri ose nga kjo aktualja që të ketë ndryshim? Ne asnjëherë nuk kemi kërku dhe as nuk do të kërkojmë kurse, nuk është ajo reale. Ka pas disa zëra, akcizat tullet, jo, mos tullet, kur dihet që buxheti i Kosovës mushet 30% prej naftarëve. Pra ju vetë si naftar nuk po kërkoni Jo, unë sa jam kryetar që 3 mandate edhe kur do... Interesante çfarë thot zoti Berioni. Lena, ministra e tregtisë shkon e shkel ligjin dhe kushtetutën çdo ditë me një udhëzim administrativ. Me një udhëzim administrativ, duke i vendosur çmime këtyre. 50 euro licenca që nuk kanë çore pa e vendos çmimin për shembull. E morëm shembull 1.20 dhe nuk kanë çore pa fitu. Pa fitu kanë rregull, pa fitu veç 2 cent. Do duhet ta ankohesh vetë. Pse s'po ankohesh? Shteti me caktu ty marrësh so me fitu. Po kjo është anomali në një ekonomi të tregut. Pajtona me ty. Ose vendos kërkush sa unë me fitu. Sepse unë kam shpenzime operative. Unë sa e pagun punëtorin e pumpës. Zoti Berioni ndryshe pagun ai tjetri atje. Tregtari mundet sa të dojë fitimin e njëjtë. Sa të dojë mundet ta vë çmimin. Ai mundet sa do, po tregu e largon prej sepse rregullon. Zoti Goshin, mi diskutuar edhe rreth çmimeve tash mos dalëm edhe te pjesa tjetër, domethënë ose produktet